Një konflikt pronësie do të trajtohet ditën e sotme në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Familja Balla është pronare e një shtëpie të vjetër dykaçe në qendër të kryeqytetit, ngjitur me banesën e tyre gjatë periudhës së regjimit komunist. Në një ambient të vogël në një dhomë e korridor është vendosur familja Koçi. Në vitin 1998, Etleva Balla thotë se shkuan familjarisht në emigracion dhe u detyruan që shtëpinë ta kyçnin. Me kalimin e viteve ambienti ku ishin strehuar fqinjet u dëmtua, madje edhe një pjesë e banesës së tyre. Të gjendur në të tilla kushte ata janë zhvendosur në hapësirën tjetër, madje kanë ndërtuar edhe një kasolle në obor. Pas emigracionit Etleva thotë se u rikthyen dhe u njohën me faktin që fqinjët kishin zaptuar tokën e tyre. Janë përpjekur disa herë të zgjidhin këtë konflikt me mirëkuptim, por pala tjetër refuzon. Ata e ruajnë ambientin, madje edhe tani që nuk jetojnë më atje, nuk e lënë të lirë për shkak se mendojnë që mund të përfitojnë para nëse në ato truall familja Balla vendos të ndërtojë diçka. Vajza e kësaj familje rrëfen konfliktin e gjatë dhe kërkon që kjo situatë të zgjidhet jo përmes gjykatës, do të preferonte që ta zgjidhin me marrëveshje dhe kompromis. Ajo dhe familjarët e tjerë bëjnë apel që fqinjët të strehohen dhe secili të mund të jetojë qetë në hapësirën që ju takon.